Filloj me rendin e ditës. Është ku kemi mbet, propozim të kësaj se propozimi i kryesisë për formimin e 14 komisione. Atëherë, një se kemi prapë me 14 komisione, në cilën janë darve në komisione po ashtu, vetëm të llohet, cilën ju duhet ta vendosni. Është kjo mbledhja e kryesisë së Kuvendit. Dua të theksoj se patëm një debat të mirë, patëm një komunikim të mirë, po në njëjtën kohë edhe nuk e patëm mirë kuptimin e një marrëveshje e cila do të ishte e përbashkët që në Parlamentin e Republikës Kosovës shkojmë me një propozim. Sipas gjitha gjasave do të shkojmë me 2 propozime, do me tha për numrin e grupeve parlamentare, e komisione parlamentare, cilat pastaj do të vendosen nga vetë deputetët e nderuar. Për mbledhjen e ardhshme, kene parasysh me datën 18 në ora 10 e kemi një adresim të Presidentës Republikës Kosovës, për çështjen e rendi ditës cilën e kemi ndërprer seancën për komisione parlamentare, do t'ju njoftojmë në ditët në vijim. Ka një mirë kuptim që numri i komisioneve të jetë 14, ashtu siç është propozuar, por nuk ka mirë kuptim në faktin e cilësit ndarjes. Derisa opozita kërkon që ndarja të bëhet në bazë pozit-opozit, do me tha përzgjedhja pozita e bën në rend të parë, pastaj opozita, në njëjtën kohë pozita kërkon që të vazhdohet me qecin i cili ka qenë tradicional i ndarjes përmes i cili është e përcaktuar edhe ligjin zgjedhor. Ne si parlament, unë si kryetari i parlamentit kam proceduar, tani presim nga presidentja, besojmë se shumë shpejt do të kemi edhe përmbushjen e plot deputetëve në Parlamentin e Kosovës, për arsye se i kemi dikun 13 deputet, që të presin certifikohen shumë shpejt. Edhe sot vazhduam të kërkojmë që metodologjia për ndarjen e komisioneve të ndryshoj, sepse konsiderojmë që ndarja njëherë pozit, njëherë opozit, do të avanson demokracinë parlamentare dhe rrjedhimisht mbikëqyrjen e legislativit në raport me qeverinë. E dim që ka qenë një ndër ngecjet më të mëdha, është evidencuar edhe në raportet të shumta ndërkombëtare, në mesin e tyre në raportin e progresit, dhe sot gjatë takimit insistuam që kjo formulë të ndryshohet, me që nuk bëhet fjalë për ndonjë ligj, po bëhet fjalë për një praktik e cila me një vendim të kryesisë mund të ndryshohet brenda një takimi. Nuk gjetëm përkrahje dhe në seancë do të shkojmë me 2 propozime. Përpjekja e pozitës ishte që në dëm të demokracisë të minimizoj numrin e komisioneve dhe propozuan që të shkohet me 13 komisione, ndërkaq opozita insiston që të kemi 14 komisione, ashtu si që ndarë dhe janë dërguar emrat në komisione përkatëse, mirë po metodologjia e përzgjedhjes të ndryshoj. Dhe krejt kjo me qëllim të funksionimit sa më mirë, sa më demokratik dhe sa më të përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Kosovës.